Sot nis fushata elektorale, e cila përfundon me zgjedhjet e 11 maj. Jemi në 11 prill, në 11 maj Shqipëria do të votojë. Do të votojë, do të vendos, do të zgjedh. Deri atëherë, dua t'ju uroj sot një muaj të mbar, një kohë të mbar, një mendje të mbar për të votuar drejt. Por kësaj radhe kemi diçka të re dhe kryesisht atyre dua t'ju drejtohem, duke qenë dhe se televizioni që unë drejtoj është një televizion kryesisht i diasporës, një televizion i fokusuar te diaspora. Dhe me sa duket, ne, bashkë me shumë zëra të tjerë që kërkuan votën e diasporës, ja dolën, diaspora do votoj. Diaspora do votoj dhe sot dua t'i uroj që i gjithë ky proces të shkojë mbar, që është një proces për herë të parë tek ne, por do doja të shkonte sa më mirë, do doja të mund të bëni më të mirën tonë që procesi të shkojë mbar dhe të pasohet nga një tjetër proces në zgjedhjet e tjera. Vota diasporës është shumë e rëndësishme, është vendimtare. Në një moment vendimtar si ky që jo thjesht Shqipëria po kalon, por bota po kalon në kërkim të vetes. Ndërsa bota kërkon veten, kjo është e dukshme që ka përplasje, ka luftra të ftohta, urojmë jo të nxehta, luftra të brendshme, kriza, nga ato që së pari shenjojnë ata që nuk janë vendas. Andaj, shqiptarët që janë në vende tjera dhe kanë probleme me vendin e punës apo me gjithë çfarë mund të ndodhë në çaste të tilla, duhet ta mendojnë mirë që ajo që i pret është atë dheu, është Shqipëria. Andaj, po votojnë për atë dheun që i pret në çdo lloj problemi që ata të kenë diku ku janë tani duke punuar. Voto për atë dheun, bëje me mendje në kokë. Këtë të uroj. Si kundër i uroj të gjitha forcave politike, që të mund të na dhurojnë një fushat të mbar edhe të drejtë, pa dhunë dhe pa shumë intriga. Okej, ato janë pranueshme, po dhuna jo më në 2025-ën. Na vaf të mbar.